të qenurit zëvendës kryeministër nuk e ka zgjedhur populli. Pra nuk ka vot qytetarësh, është emëruar, është rol kushtetues, është funksion kushtetues. Pra të qenurit ministre është emëruar nga zoti Rama. Këtë ta shqarojmë. Si ta ndajmë ballukun nga ministre dhe si ta ndajmë ballukun nga deputete. Dispozita, Marcela, lë vend për interpretim sepse vetë subjekti është personi i zgjedhur. Personi i zgjedhur në këtë rast, deputeti, do thotë unë jam personi i zgjedhur dhe kjo dispozit më mbron mua nga masat ndaluese. Tani unë nuk po them që vendimi i gjykatës është vendimi i gjykatës nuk vjen në diskutim, për aq më tepër kur kemi të bëjmë me masat ndaluese, masat ndaluese siç është pezullimi nga detyra, organi është i detyruar ta ekzekutojë dhe sigurisht që të ndjekej pastaj deri në gjykatën e apelit dhe kështu me radhë, gjykatën e lartë deri gjykatë kushtetuese nëse konsideron që ka shkelje të dispozitave kushtetuese. Po ne jemi përballë një momenti eksplicit. Sepse Ilir Beqja është arrestuar kur nuk ishte deputet. Apo jo? Po, se ka qenë funksion tjetër drejtues. Pra, mi tani se ti themi gjërat siç janë, se shumë e thjeshtë domethënë të po tani ky është rast që ndodh për herë të parë, gjithmonë ka një herë të parë. Dhe kur ka për herë të parë, gjithmonë ka debat. Unë këtu kam bajt një sekond, ta them Marcela, një sekond. Unë këtu kam bajt njëjtin qëndrim edhe për Sali Berishën, i cili është anashkaluar kuvendi për autorizim. Për detyrimin për paraqitje, për marrjen e pasaportës, kam thënë jo, është mirë që është një lloj kufizimi i lirisë. Kam thënë merret autorizim nga parlamenti. Domethënë të mos lejosh dikë që të dali jashtë kufive të Shqipërisë, është kufizimi i lirisë, apo s'është kufizimi i lirisë? Është kufizimi i lirisë. Pra, këtë qëndrim nuk po e mbajt për Belinda Ballukun, e kam mbajt dhe për Sali Berishën. Pra, në parim, unë gjykoj që vetë kodi dhe ligji jep disa garanci mbrojtëse të personave të zgjedhur. Gjithsesi, është gjykata ajo që e vlerëson. Ne do të shikojmë në të ardhmen nëse e vlerëson kushtetuese apo jo. Do ta vazhdojmë të diskutim, por edhe kërkojnë dje se nuk doja debat me Sefën se kam. Jo, nuk ka lidhje. Të gjithë jemi ne juristët ndryshe këtu, nuk kemi ndërmbetje personale. Mirë, përpara se të vazhdojmë me këtë pjesë të fundit që ka Krishniku, njoftojmë edhe nga kolegja Razela Myslimaj se mbledhja e qeverisë që ishte parashikuar nesër do të ishte në orën 9 dhe do drejtohej nga Belinda Ballukus për shkak në fakt të agjendës që Rama ka me komisionerën Kos, nuk do të zhvillohet, është anulluar. Pra ky është një nga detajet që informojmë aktualisht nga redaksia. Prençi, ka një debat tani, si ta ndajmë Belinda Ballukun nga ministre, zëvendës kryeministre dhe para 2 minuta erdhi lajmi që nesër ka mbledhje këshillit ministre. Jo, ka qenë e njoftuar. Do kishte mbledhje, po 7 orë gjithë për këtë punë diskutojmë ta bëjmë mos ta bëjmë. Jo, po zihen edhe për media tani kush njofton para që ka mbledhje dhe kush njofton që ta heqim. Një palë njofton që ka, një palë njofton që është anulluar. Ti referohemi burimeve të sigura të kolegës Ti referohemi ligjit penal dhe procedural sakt për opinionin publik, pasi në fakt jurisprudenca nuk është shkencë eksakte. Është çështje interpretative nga juristë të ndryshëm. Dhe